morning njerëz, mirë se vini në vlogmas numër 15. Kanë gjetur dhe shumë pak ditë për të përfunduar këtë vlogmas si vjet. Dhe ne sot kemi dalë vonë si çdo ditë, kam dhënë dje nisa librin e ri që mora te Ana Huang dhe dashuria ishte libri i parë. Dhe kam dhënë tur deri në 1 të natës duke lexuar librin, kështu që sot jam zgjuar në 11, kemi dalë 11:30 gati 12, kemi pirë një kafe në diell, po na kënaq koha. Dhe tani kam ardhur në shtëpi, Kladi do iki për punë, do iki për drek nga prindrit. Ta ha drekën andej, kam marruar tripodin te makina se e kisha me vete, kështu që po e mbaj kamerën në dorë për të folur. Jam në verandë, mund të dëgjoni pak zhurma komshinj. Si ditë e dje, nuk e kuptoj pse patëm në mendje edhe sot merrni makinën për të dalë, sepse vërtet nuk ka trafik nëpër Tiranë, por nuk gjem vende parkimi në botë. Më ishte fiksuar për të shkuar nga Noje, që është një lokal që është diku te rruga e Kosovarëve afër liçenit, po nuk kishim në botë ku të lini makinën, kështu që haj burri. Doli burri në borë. Kështu që lëvizëm, shkuam diku tjetër, rreth si ka që ullëm një kafe në dje dhe na u ngroh kurrizi. Kështu, nuk kam plane për sot, të doja të dilja me modrat pas ditët, të takoja pak se nuk i kam takuar këto ditë, kurse po bëj shumë se unë i takoj 2-3 herë java, domethënë. Dhe të dilnim edhe nga qendra me Ibi, të provonim ndonjë ushqim, këto shtëpizat e Christmas market që janë vënë në qendër. Kam një pamje shumë të bukur këtu te veranda, është një shtëpi e vjetër me çati, dhe është një pemë gjigande që ka këto gjethet e thara të vjergjërat e vjeshtës që më kënaq, më pëlqen shumë. Shikoni sa piktoreske është. I thash mamit që po vi për drek andej dhe ata po më prisin mua, kështu që duhet të nisesha direkt. Dhe pse idealisht do doja të kisha vënë një lavastovilje përpara se të dilja. Duhet të shkoj dhe t'i hedh karburant makinës, sepse nesër kam pak punë nga autostrada, kështu që autostrada Tiranë-Durrës flas. E di që do përtoj nesër në mëngjes, plus do ketë ngarkesë për të shkuar edhe në karburant. Ne hedhim dhe një karburant specifik, sepse Kladi thotë që pasatit të që kam unë, është shumë i ndjeshëm ndaj karburantit të keq, kështu që duhet të hedhim karburant cilësor që mos kemi probleme. Dhe shqyqyr zotit bëhet një vit tashmë që e kam marrë këtë makinë, e kam marrë vjet në janar, sa po nisi viti 2025 kam marrë makinën e re. Dhe nuk kemi pasur kur probleme, so duhet kujdesemi që mos kemi probleme. Kur shoh njerëz që thonë gëzuar festat të mbara, okej, më dukeshin shumë larg domethënë. Por që flirton. Dhe nuk kam asnjë plan për vit të ri. Patjetër që do jem me prindrit o me motrat, po asnjë lloj plani. Duke ditur që Kladi do jetë në punë, so kam asnjë plan. Idealisht do doja, nuk e kemi bërë kur vitin e ri në një lokal, në një hotel, ajo no, diçka ndryshe. Por shikoja vërdall, ishin çat çmime shumë të kripura, më duken të egzageruara për një natë, domethënë. Kështu që as edhe një lloj plani. Madje po shikoja edhe për televizor në ditët e para të janarit. Thash, meqense dhe Kladi lirojnë nga puna, të kishim ikur 2-3 ditë diku, jo shumë larg në një vend afër, por ishte situacionet shumë, një lloj ndryshimi total me fillimin e dhjetorit, me 15 ditëshin e dhjetorit. Të parë të dhjetorit flas domethënë. Sa fundi dihet që shumë ishte për shkak të festave, por dhe fillimi i janarit shumë i shtrenjtë. Ndoshta janë nga që janë ende njerëzit me pushime. Nuk e di. Kështu që s'po di fare se çfarë të rezervoj. Pa. Si e, 30.000 lek naft, Shell. Faleminderit.
kafshë. I hodhëm dhe karburant makinës. Tani t'ja fusim nga unaza e madhe dhe t'ikim të mami dhe të papi. Kështu që me shumë opsi njerëz, tani do t'ju flas pas disa orësh. Nuk po më vjen ndërmend ndonjë temë tjetër për të biseduar. Se me thënë të drejtën më pëlqen kur flas në kamerë ndërkohë që jam në makinë, kështu shtyt e pa kohë, edhe diskutoj gjëra që zakonisht kam në mendje. Për sot s'pas kam asë një gjë tjetër. Truri im është fikur. Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në vlogmas numër 16. Kam bërë 2 ditë mungesa, po jo pa arsye. Kam pasur pak mamin pa qef. I pati një reakcion alergjik nga antibiotikët, kështu që këto 2 ditë kemi qenë në urgjencë 3 herë. Por shoqërisht tani situata është pak më e qetë, ka filluar t'i bëjnë punë gjilparat, ilaçet që po merr dhe duket sikur ka përmirësim. Tani, sot është ditë e hënë, u nis dhe java e re. Unë sapo dhash një intervistë punë njerëz dhe po kthehem tani për shtëpi ose të takoj motra, nuk e di. Isha këtej nga autostrada, kishte pak trafik, por gjithsesi e prisja më keq. Unë nisa pak pas orës 9 që mos më kapte ai trafiku i tmerrshëm i mëngjesit edhe tani po kthehem. Okej, shkoj mirë, do ta mendoj, nuk është se më bini 100%, nuk është se është vendi im i punës i ëndrave. Kështu që më duhet ta mendoj pak dhe ju thash që do t'ju kthej përgjigje. Tani të marrë çik motrën se më tha je zën, që punë është keq, po ashtu ta takoj pak. Ai njerëz nga pas ditja vonë, tani po dalim për nga qendra. Unë dua të ha buke qofte. Tani jo se do të shpejti te pazari, po duhet provoj këtë banas. Se thonë që i bëjnë të mira për qofte kështu, kosovare. Kështu që të shohim si do janë, t'i provojmë. Mos sa dritë këtu. Edhe ka qenë shumë ftohtë këto ditë, sot bënte super ftohtë dhe tani është super ftohtë. Por meqenëse isha vetëm me koke, kemi vënë kapuçin tim prej pleshi, kam veshur edhe pellushi që të jam ngrohtë, edhe pse do jemi jashtë. Zema, është makina Që së tetë. Alba pëlqen shumë që së teta. Pyetësha Klajdi, tu pash një makinë super mirë. së qyteta, po gatrohet, i thoshe së qyteta, i thosh që së teta. Jo, faleminderit, s'është romantik fare. Edhe po i thoshe që në ta filim pse të pamohon para 5 ditë. e blen për të ndihmuar të çuni, nuk e Jo, blen për të ndihmuar çuni kisha dhënë lekët se kisha marrë të ta filim. po nuk e romantik, nuk ma dhe me një gest romantik gjithsesi. Edhe po thoshe të dy herë. edhe po thoshe që e gatrove, thash së qyteta. Dhe që së teta. Që së teta ose të bralanç. Unë e kisha me idenë që ishte ngjyrë gri dhe ngjyra gri makina sa do e re dhe bukur të jetë nuk duket bukur. Nëse, thjesht ngatro. Ishte bukur është bërë këto këtësh. Zemra u bëre romantik sot. E shpirt? Kjo mora për ty. Për ke e morë? Se meriton dhe i Ai çuni, e fa dia u si romantik. Sa erdhëm në shtëpi, ishim nga qendra, siç ju thash, u fola pak kur ishim dhe atje, dhe si përfundim nuk ulët e banas, aq pak tavoline, sepse normalisht ato të shtëpisë që janë në qendër janë të vogla, nuk është se kanë kapacitet aq të madh njerëzish, kështu që janë pak tavolina jashtë. Dhe ishin plot, nuk kishte asnjë vend të lirë, madje kishte radhë edhe njerëzish që prisin në këmbë për të marrë ushqim, produktet i merrnin me vete. Kështu që ulëm te Bella Napoli. E kisha parë në Instagram që ishte edhe ajo me shtëpiza në qendër. Bella Napoli bën pica shumë të mira, kështu që thash po ulem atje, mora një picë
të vogël pikante, nuk është se kishin shumë opsione, kishin mos gaboj 3-4 lloj picash, patate, chicken fingers të skuqura, kështu gjëra të vogla shoqëruese edhe pije pastaj për të pirë. Nuk është se kishin shumë opsione zgjedhje, ndoshta shpizat nuk i ofrojnë shumë mundësi, produktesh besoj, hapësirë për të përgatitur produkte, domethënë. Kështu që çmimet pak të larta normalisht, por kuptohet sepse ata janë vetëm 4 javë aty në qendër, janë për një periudhë shumë të shkurtër, ndoshta maksimumi 5 javë, kështu kuptohet që edhe çmimet do të jenë pak më të rritura. Pica ishte 8.000 lekë, mos gaboj, po bëhet fjalë për picë shumë të vogël, një rrethore e vogël si ato të fëmijëve, domethënë mjaftueshëm për një person, për mua ishte mjaftueshëm, ndërsa Klari kishte ngrënë darkë, kështu që nuk donte të konsumonte, morëm edhe 2 bira, edhe çmimi i birave ishte 5 apo 5.500 shishe peroni, në mos gaboj, diçka e tillë. Gjithsesi ishin pak më të larta se normalisht nëpër lokalet e tjera nëpër Tiranë. Atmosfera ishte e këndshme, nuk ishte edhe shumë njerëz, kjo ishte gjë e mirë, kisha hapësirë që të bëja një foto, të bëja edhe një shëtitje. Lodra si vjet nuk është se ka shumë në qendër, kjo gjë më duket pak e mërzitshme, sepse nuk është ajo gjallëria, ajo radha që presin nëpër lodra. Besoj pjesa e fëmijëve, adoleshentëve gëzojnë më shumë tek ajo pjesë, por mirë, në përgjithësi lezetshëm. Ishte një atmosferë e këndshme, një vibe i lezetshëm, edhe nuk ishte ajo zhurma e madhe kur ka pafundësi njerëzish. Tani, unë do futem të bëj një dush, nuk e di ky vlogu ka dalë shumë i shkurtër, sepse kam filmuar pak sot, por do ta hedh sepse u bën 2 ditë që bëj mungesa, kështu që vetë shumë gjatë që të mungoj sërish në YouTube, duaj që ta përmbush me sukses të vlogmasi. Me mungesa të vogla, po jo që ta mbë me kaq pak video. Dhe kështu njerëz, ju mos harroni të bëni subscribe, notifications on, nëse doni të shikoni më shumë video nga unë dhe komentoni çfarë keni dëshirë. Bye bye.